Thënë me Hoxhën Ekrem, pra do të flasim sot lidhur me rëndësinë e madhe dhe domosdoshmërinë që ka konfirmimi i lajmit. Mirë se vjen Hoxh. Hoxh, çështja e lajmit është një prej temave që diskutohet vazhdimisht kudo dhe konfirmimi i lajmit madje në Kur'an është prej temave shumë të rëndësishme. Ku fshihet urtësia që Allahu përmes një sureje na flet për konfirmuar lajmin? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bujar, lajmi duke qenë se është një informacion, ose një e vërtet, ose një e pavërtet, e cila mund të bartet për një personit e personit tjetër. Fundjall nuk do të ishte lajm, sikur të mos ishte i ktill, atëherë ai i cili pranon atë ka nevojë të jetë i sigurt se atë çka po i thuhet është e vërtetë. Përveç kësaj, kur ky e përcjell të njëjtin, duhet të jetë i sigurt gjithashtu se mes tjerash e ka aftësinë për ta përcjell ashtu si e ka marrë. Që i bie se lajmi për te i vërtetësisë së tij e ka edhe korrektësinë në përcjelljen edhe bartjen e tij. Nuk mundet secili njeri me qenë gazetar. Për arsye se zanati i gazetarisë, shembull po e marr gazetarinë. Zanati i gazetarisë e lyp që gjanat të kuptohen në radhë parë drejt, e pastaj të verifikohen, e pastaj të formulohen mirë për t'u përcjell të tjerëve opinionet të gjanë në këtë rast. Dua të them se në përgjithësi lajmi përfshin një aspekt shumë të rëndësishëm të jetës njerëzore, edhe individuale, edhe kolektive, edhe publike. Pastaj përfshin edhe aspekt të rëndësishëm të jetës fetare, duke e patur parasysh se funit feja e gjitha është e përcjellur tek njerëzit nëpërmjet lajmeve. Pra pejgamberët e Allahut quhen, njëri prej tyre quhet nebi, ose shumësi është enbia. Çka do të thotë nebi? Lajmtar. Ai i cili e pranon lajmin prej qiellit e pastaj u përcjell njerëzve. Kur flasim për këtë temë, nuk ka si të mos na bëhet e qartë se lajmtarët e qiellit, që janë pejgamberët e Allahut fuqiplot, ata përveç besueshmërisë dhe besnikërisë edhe përkushtimit ndaj të vërtetës, ata përveç gjithë kësaj, domethënë që kanë qenë njerëz që s'kan rrejt, njerëz që si janë shmang të vërtetës, as për 1 milimetër, përveç kësaj ata kanë qenë njerëz edhe me temperet, cilët e kanë kuptuar fare mirë atë që u është thonë, edhe kanë qenë njerëz që kanë pas aftësi të shprehurit dhe elokuencë të jashtëzakonshme për ta përcjellë jetën të njerëzit. Allahu i madhëruar thotë: "Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum." Asnjë pejgamber, asnjë emisar nuk e kemi dërguar përveç se me gjuhën e popullit të tij që t'u sqaroj atyne. E thash kur jemi te ne njerëzit e rëndomt, e kuptojmë se neve na mungon e garancia e pagabueshmërisë. Besa neve na mungon edhe garancia e besnikërisë. Besnikëria e secilit prej neve deri në një nivel është e kontestueshme. Do të kalojmë nëpër filtra të ndryshëm për t'u dëshmuar ose për t'u dëshmuar të tjerëve se ne nuk rrejmë. Dhe në situata të caktuara, për shembull, kur për shembull derisa flasim, sa më interesant të jetë lajmi ose mesazhi që duam ta përçojmë, edhe sa më serioze të jetë tema, ne nganjëherë ndijmë nevojë edhe për t'u betuar. Pa na e kërkuar të tjerë. Për shembull flasim normal, unë nganjëherë zë veten edhe gjatë ligjërimeve të mia, flas për një temë të caktuar, elaboroj, përpiqem ta bëj sa më të qartë një temë të caktuar, ama kur dua ta nënvizoj një gjë të veçantë të asaj që dua të them, nganjëherë përdor edhe betimin. Them vallahi billahi. Edhe e thua ato e cila po menoj këto ka përdorur edhe pejgamberët e Zotit, si duket njeriu ka nevojë që e vërteta përveç ti thuhet edhe ti bëhet e qartë, ka nevojë edhe ti konfirmohet nganjëherë. Kështu në fakt i ndodhi edhe Muhamedit alayhis salam, apo jo? Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ja, kërkuan që të betohet. Padyshim që po. I erdhi një herë Abdullah i biri Amrit, sipas gjitha gjasave. Allah që ofti knasën me të gjithë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe i tha, o i dërguari Allahut, tha, unë
kam fillu të mbaj shënime kur të dëgjoj ty duke fol. Çdo gjë që thua ti unë e regjistroj, e shkruaj. Mirë po, më thanë disa njerëz nuk ke nevojë të shkruash të gjitha ato që i dëgjon nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Për arsye se ai i bekuar është njeri sikur ne, nganjëherë flet duke qenë i qetë, e nganjëherë flet duke qenë i hidhruar. E mbase ato që i thot duke qenë i hidhruar, s'ke nevojë të regjistrosh edhe të shanash. I dërguari sallallahu alaihi wasallam i thot vazhdo të shkruash se pasha atë në dorën e cilit të shpirti em. Për kësaj goje nuk del përveç se e vërteta. Pra vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pse sahabët në asnjë mënyrë nuk ja kontestonin besueshmërinë, vërtetësinë asaj që e thot, besnikrinë e përcjelljes së lajmit nga qielli ose edhe të njohurive tjera që ai jep të sahabeve, megjithatë vetë i dërguari sallallahu alaihi wasallam si konfirmim i një të vërtetë të pamohueshme i tha shkruaj se pasha atë në dorën e cilit të shpirti em prej kësaj goje nuk del asgjë përveç të vërtetës. Disa njerëz tjerë në situata të caktuara, sikur ata vetë kanë pas nevojë me ja kërku të vërtetën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me betime. Ka ardhur një burr, një sipas gjitha gjasave ka qenë i moshuar, edhe i thot o Muhammed, kështu në emër i drejtohet. Kam për ti parashtruar disa pyetje dhe do të tregohem bukur i ashpër me ty. Do thonë e paralajmëron. Unë i kam disa pyetje që du të m'japësh përgjigje për to, mirë po ma bëj halal më ndje për ashpërsinë që kam e tregu. Do t'jem shumë i vendosur në këtë aspekt. Edhe menoj se serioziteti asaj teme që ky burr ka ardhur me e trajtu edhe me e diskutu e me e sqaru me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e ka bë atë që me be t'ja kërkoj përgjigjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I ka thonë, o Muhammed, Allahu arsalek, pash Allahun, a Allahu të ka dërgu ty pejgamber? Edhe shumë normal që nëse dikush të drejtohet ty me betim, atëherë është goxha respektabile që ti t'ja kthesh me betim. Për shembull të them unë pash Zotin Bujar, a ke qenë dje në filan venin? Ti thu pasha Zotin, po kom qenë, ose pasha Zotin, jo s'kom qenë. Edhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam kur ky i tha Allahu arselek, pasha Allahun, Allahu të ka dërguar, ky i thot pasha Allahun, po Allahun ka dërguar pejgamber. Pastaj i thot ai pash Allahun, a Allahu të ka urdhëruar ty që të na thuash neve që të falim 5 kohë të namazit çdo ditë të jetës sonë? I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasha Allahun, po Allahun ka urdhëruar që unë të kërkoj për juve që t'i falni 5 kohë të namazit në çdo ditë të jetës suaj. Pastaj ai vazhdon pyetjet në secilën pyetje nga një betim, edhe i merr përgjigjet me betime dhe në fund ai thot shif o burr, unë ato çka kisha për të qartësuar i qartësova, më bën të qarta. Çdo çka i dëgjova prej teje do të përmbahen. Kam i majt. As kom i mlon mangut, po as kom e shtu diçka. Mas i heci ky burri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nëse i mba fjalët që i tha, ky e ka siguruar shpëtimin. Dua të them me këtë se vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që njerëzit nuk e kontestonin kur besueshmërinë e tij, madje edhe armiqtë e tij nuk e kontestonin besueshmërinë e tij. Njonin është personi i vetëm në histori që e ka lëndu i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Realisht që e ka vrasë, kur e ka godit edhe e ka rok pak, e ka godit me shtiz, pak e ka gërvish shtiza e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po çaj është bërë sebeb që ai njeri ka ndru jetë, edhe ai ashtu i lënduar, pak i lënduar, ik prej fushës së betejës edhe shkon duke klithur të njerëzit e vet, duke thonë më vrau Muhamedi, i thonë ata, po ka dalë o burr se sen s'pas ke veç një gërvishje e vogël. Ai u thot kështu, thot pasha Zotin. Ai më ka thonë se unë ty kam e vra, se ky i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam herët, i ka thonë e shek këtë kali. Thot jam duke e majt edhe duke e trajnu, por me të vra ty unë duke e kaliru këtë kali. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, unë ty kam e të vra, ti duke qenë hipën në atë kali.
Edhe ky tash thot, ju mendoni se më ka gërvish veç pak, veç ai më ka thonë se kam me të vra mbi atë kali, edhe unë jam shumë i sigurt se ky më ka vra. Edhe ajo bëhet sebeb që ky njeri ka vdek. Dua të them se edhe armisht e dinin edhe e konfirmonin besueshmërinë edhe vërtetësinë e asaj që thonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mos të flasim më për dashamirat, për shembull Abdullah ibn Mesudi e ka një transmetim, një hadith njohur. Thot, akhbarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Në ka rëfyr i dërguar i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, duke qenë se ai është i vërteti, i vërtetuari. Do thënë edhe e flet vërtetën, po edhe i dëshmum për vërtetësinë e fjalëve të veta. Megjithatë, me gjithë këtë nivel të besueshmërisë, njerëzit prap kanë pas jo nevojë për të qitur pa besueshmërinë e tij, po njeriu nganjëherë ka një nevojë vetanake për ta bindur veten e përdor betimin, jo se është mungesë besimit te ti, po thjesht do me qetësu zemra. Ibrahimi a.s. e pyeti Zotin e vet. I tha, Rabbi erini kejfe tuhil mauta, Zoti em, ma mund sot të shoh qysh po i ngjall të vdekunit. Allah i tha, nuk je duke besuar Ibrahim. Tha, bela, walakin liyatma'inna qalbi. Po qysh besoj Zotin, besoj shumë, veç po kam qef se zemra ime të rehatohet duke e pa edhe me sy atë. Kështu që apo edhe kundërta siç ndodhi familja e Ibrahimit a.s. kur e pyeti se Allahut ka urdhëruar që të jemi këtu. Po, edhe ajo një përkushtim interesant shumë, pra kur e la Ibrahimi a.s. bashkëshorten e tij, kur e la bashkëshorten e tij Sarën me të birin, i tha Allahut ka urdhëruar me na lën këtu, Allahut ka urdhëruar me na lën këtu, në vërtet Haxherën, jo Sarën. Ibrahimi a.s. tha po Allahu më ka urdhëruar me ju lën këtu, tha atëherë Allahu nuk do të na humb. Dhe kthehemi hoq te surja Huxhurat, aty ku është pikërisht ajeti për konfirmimin e lajmit dhe aty përmendet një njeri jo i besueshëm, pra nëse u sjell lajmin. Po, ajeti thot pikërisht ashtu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, nëse u vjen një njeri jo i besueshëm, andaj ju verifikoni lajmin. Realisht kuptimi i ajetit mund të jetë se secili njeri duhet të kaloj filtrat e besueshmërisë. Për arsye se ne nuk po mendoj nuk është se i trajtojmë njerëzit me dyshime, po megjithatë një rezervë me synim të konfirmimit të besueshmërisë, një rezervë e këtillë është e kërkuar. Para se ta përmendi ajetin, më lejo ta them edhe një gjë lidhur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur i ka mbledh në Safa popullin e vetë, familjarët e vetë, kushërinjtë e vetë, kështu me radhë, edhe u thot, sikur të thoja se mbrapa kësaj kodre është një ushtri e cila po përgatitet që sulmoj, a do të mbesonit? A do të mbesonit? Cila ishte përgjigja? I thanë, po, do të besonim për arsye se asnjëherë nuk e kemi provuar se na ke rrejt. Pra asnjëherë nuk të kemi zonë të na rrejt, për nga të arsye të besojmë. Kështu që një njeri të cilin nuk e ke zonë kur të rrejt, atëherë ai në një farë mënyrë e ka kaluar një filtr të besueshmërisë. Edhe lajmet që i sjell ai realisht ndoshta nuk ka nevojë të vërtetohet besueshmëria e tyre, po ka nevojë të vërtetohet ai ka kuptuar mirë ky burri. Unë e di që ti s'rran, po ai ke pa mirë, ai ke dëgjuar mirë, atë ka ardhur mirë lajmi, ose ai që ta ka sjell ty, ai ka kalu filtrat e besueshmërisë e kështu me radhë. Andaj, Allah i madhruar thot, kur ju vjen një njeri i cili ka nevojë të verifikohet besueshmëria e tij, verifikojeni lajmin e tij, nga se si pasojë mos verifikimit në tusibu qawmen bi jahala. Jo për shkak të padijes se lajmi i pakonfirmuar, i cili eventualisht mund të jetë edhe i rrem, ai është lajm larg i dijes, larg prej të vërtetës. Edhe në këtë formë ju nga padituria do ta godisni, do ta lëndoni ndonjërin pa e ditur se po e bani një gjatë tillë. Kështu që vërtetimi dhe verifikimi i lajmeve është edhe parim kuranor, është edhe kërkesë hyjnore, është edhe etikë islame, është edhe virtyti i muslimanit, dhe në këtë formë secili duhet ta ketë sistem jete një gjatë tillë. Nuk mjafton, më fal ta them edhe këtë, nuk mjafton të thuash dëgjova edhe ta përcjellësh atë që ke dëgjuar. Të kaluarën kanë thonë, a ke rrejt ndonjëherë? Jo. A ke përcjell ndonjë lajm, a ke fol me të nime?
Thot po, me të një me kom folja, po pas ke rajt shumë herë në jetën tane. Dhe këtu edhe desha dalë, pra ne kemi përgjegjësinë për lajmin që e përcjellim. Nuk Qofti konfirmuar apo jo. Po, bujar. Nuk mjafton madje me thonë e dëgjova për i bujarit, nga dalë. Përgjegjësia jote, pavarësisht bujari e ka përgjegjësinë e vet, po edhe ti që e dëgjove prej tij e ke përgjegjësinë dhe përgjegjësia e tjetrit nuk të liron ty prej përgjegjësisë së lajmit nëse eventualisht nuk ka qenë e vërtetë. Dhe në anën tjetër hoxh, si duhet të sillemi kur dëgjojmë diçka që mbase mund të jetë edhe lajmi i vërtet. Si duhet të sillemi ne që e marrim lajmin? Po, nëse thua... Duhet të insistojmë ta konfirmojmë? Nuk është thjesht vetë konfirmimi. Apo ka të bëjë dhe si informacion ndoshta edhe i panevojshëm? Sakt. Pra nuk është vetëm konfirmimi i vërtetësisë, po nganjëherë është edhe konfirmimi i nevojës së trajtimit të asaj teme ose plasimit të atij lajmi. Për shembull, jeta personale, individuale ose intime e filanit e fistekut, ai mund të më qenë lajm. Çka pëlqen filan fisteku me hangër në jetën e tij. E mund të më qenë lajm shumë i sakt, po çka na hyn punë neve, çka na duhet neve, çka pëlqen filani ose fisteku, ose çysh jeton ai. Por çka ekzistojnë shtëpitë me mure, ekzistojnë shtëpitë me dyre, me perde, me gjëra të ndryshme. Thjesht vetëm për ta mbajtur jetën private dhe familjare larg syve të publikut. E tash insistimi i dikujt për të bërë publike çdo gjë, qoftë edhe me vetë iniciativë dikush, për arsye se sot në këtë vorbullën e komunikimit social e vrem se njerëzit e kanë humbur atë ndjesinë për vlerën e privatësisë. Edhe vetë pa i pyet askush ata e publikojnë atë çka është private. Unë mendoj se një ndër gjanat e shëmtuara në sjelljen e njerëzve është kur për shembull e fotografon brendinë e shtëpisë së vet, edhe e publikon për publikun. Atëherë ranohet shtëpi, çka po duhet. Pse i kemi muret, pse i kemi perdet, pse i kemi dhomat e ndejes, pse i kemi dhomat e fjetjes. Për çfarë arsye na shërbejnë ato? Thjesht vetë që të jetojmë larg syve të njerëzve. Kjo është privatësia dhe njerëzit që sot me vetë iniciativë dhe me veprime vetanake, pa i shtyr askush, e ranojnë privatësinë e vet, ata në një farë mënyrë pa e kuptuar janë duke i bërë vetës së vet një dëm shumë të madh. Andaj, lajmet nga njëra dhe mund të jenë të vërteta apo janë të parëndësishme. Çka na duhet neve për shembull, pse një gjë e caktuar ndodh ose nuk ndodh ose kështu me radhë. Andaj në përgjithësi të puna e verifikimit, pra nuk ka të bëjë thjesht veç vërtetësia, por edhe ajo që eventualisht mund të konsiderohet si diçka e dobishme ose jo. Nga se nganjëherë ne thjesht ngarkohemi me gjëra të panevojshme edhe sipas gjitha gjasave ato shkaktojnë dëm në jetën tonë dhe në memorien tonë dhe në largpamësinë tonë dhe në të menduarit tonë, edhe kur vije koha pastaj që të mirëmi me ndonjë gjë e cila jo vetëm që është e dobishme, por edhe mund të kemi nevojë për të, atë pastaj nuk ka mundësi ta mbajmë mend ose nuk mund të përqendrohemi ose nuk e kuptojmë ose kështu me radhë. Dhe në anën tjetër hoxh, çfarë dëmi mund të shkaktojë një fjalë e pavërtetë, mirë po kur është thënë pa ndonjë qëllim të keq. A duhet të merremi edhe me këto situata dhe me këto raste, a duhet të gjykojmë njerëzit? Bujar, këtu apo lajmtarin? Ekziston edhe një problem që është i ndarë nga kjo temë. Që thua pa qëllim të keq, qëllimi është temë e ndarë edhe nganjëherë mungesa e qëllimit të keq formalisht nuk e lehtëson peshën edhe pasojën e veprës. Mos pasja qëllim të keq mbase e bën njeriu më të arsyetuar, po pasojat mbeten. Ti nuk pate qëllim, po mu lëndove. Nëse e ke pas edhe qëllimin e keq për me lëndu, atëherë lëndimi bëhet akoma më i madh, por mos pasja e qëllimit të keq nuk e bën veprën tonë më të lehtë. Sidomos kur kemi të bëjmë këtu edhe me pakujdesi, për arsye se njerëzit nga pakujdesia ose nganjëherë. E që kjo mund të jetë më e shprehur. Sigurisht që është e shprehur, sidomos mes të dashurve, mes atyre që kanë dashni dhe respekt për njëri tjetrin, ata nganjëherë nga pakujdesia e lëndojnë njëri tjetrin edhe pse qëllimin nuk e kanë me e lëndu, po e kanë me bë të ndihet mirë. Për këtë arsye do të jemi shumë të vëmendshëm, të mos bimë në atë nivelin e asaj fjalës popullore që thotë budalla duke të dasht të çarran.
Ai se ka qëllimin me të çorruaj, ka qëllimin me dashur mirë, po pa kujdesia e tij e bën një gjë të ketë pasoja. Pra në rastin tonë, në rastin e temës të cilën jemi duke e trajtu, qëllimi i mirë apo i keq nuk e bën formalitetin më të pranueshëm ose me më pak pasoja. Lajmet e paverifikuara, si të këtilla potencialisht të pasakta dhe të pavërteta mund të shkaktojnë pasoja të ndryshme në relacionet mes njerëzve, në relacionet mes shoqërive, në relacionet mes shteteve. Pastaj edhe lajmet e konfirmuara, por që ose nuk është e rëndësishme që të përhapen, ose është e rëndësishme që të mos përhapen, se edhe këtu ka, ka dallim. Një lajm, e kam një lajm edhe që po du me të kallëzu, po mos më kallëzo se as unë që e dëgjoj, as ti që po e flet, nuk fitojmë dhe një gja. Po janë disa lajme që nga njerë është e rëndësishme të mos përhapen, për arsye se janë lajme edhe të rëndësisë edhe të peshës specifike. Për shembull në aspektin e sigurisë ka shumë informacione, të cilat edhe ligjërisht konsiderohen si të klasifikuara, që do të thotë se nuk bën çdo kush të merret me ato informacione. Ato do të ruhen edhe vetëm njerëzit kompetent merren me ato informacione, nëse ka nevojë i plasojnë, por nëse ka nevojë i rezervojnë edhe i analizojnë ata simbas pozitës edhe përgjegjësisë që kanë. Mirë po me na i lën neve njerëzve të rëndomtë ato lajme, që na me analizu disa tema të relacioneve ndërkombëtare, ose disa tema të sigurisë, ose disa kërcënime të cilat nga njerë janë evidente, por njeriu i rëndomt nuk, nëse merret me to, veç sherr ka me bo, veç dëm ka me bo, atë lajmet e këtilla hynë në atë pjesën që Allah i madhruar në ka mësuar, wa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bih. Flet Allahu për një kategori të njerëzve që nuk janë në nivelin e duhur të vëmendjes apo të vetdijes, thot edhe kur atyre u vjen ndonjë lajm që ka të bëjë me sigurinë ose me frikën, ata më njëherë përhapin. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منها. Po sikur ata të mos e përhapnin, po t'ia dërgonin lajmin pejgamberit ose përgjegjësve të ditur. Atëherë ata të diturit do të ishin në gjendje që atë lajm me e kthyn përparësi. Për arsye se informacionin të gjitha rrethonat është përparësi, por jo të gjitha shfrytëzohen si përparësi. Disa prej një informacioni prej cilit mund të përfitojnë shumë, krijojnë një huti ose një panik ose një diçka e cila në të vërtetë ka me bërë shumë sherr. Pra, lajmi i pa verifikuar apo i pa kontrolluar mirë mund të sjellë dhe pasoja, ndërsa kur kujtojmë pra ngjarjet e Muhamedit alayhis salam, pikërisht është këtu edhe ngjarja ndaj nënës besimtarëve për Aishën, pra shpifja që ndodhi, pastaj shkaktoi shumë dëm në jetën e tyre. Ai ishte ngjarje e rëndë, realisht, ndoshta ndër ngjarjet intrigante, më të rëndat që i përjetoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe familja e tij. Nëse i përjashtojmë ato krizat e rënda të luftave dhe të pasigurisë, edhe e përjashtojmë atë pjesën e bojkotit të hershëm në Mekë, e përjashtojmë gjithashtu atë refuzimin kur shkoi në Taif. Kjo ndoshta ishte një prej sfidave më të rënda që e përjetoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe familja e tij. Pse? Për arsye se njerëzit dikush, pra fillimisht e komentoi një situatë e cila vërtet nuk ishte ashtu si dukej. Domethënë, ai keni pa atë shprehjen kur thonë nuk është ashtu si duket. Kjo është një e vërtetë e cila në situata të caktuara për një moment duhet të jetë parasysh. Pse nuk janë gjonat vetëm si i shohim ne. Gjonat kanë edhe prapaskena, kanë edhe prapavija, ka edhe konde tjera për cilave nëse shikohet një fotografi do të bëhet më e qartë edhe më e plotë. Edhe padyshim që edhe në atë kohë kishte munafik, kishte hipokrit, kishte të tillë që jo vetëm pejgamberit alayhis salatu wasalam dhe familjes së tij, por edhe shoqërisë ja donin të keqen. Edhe fillon pastaj ato lajmet e paverifikuara me i përtyp, edhe me i qarkullu, edhe me i ndryshu, edhe me i rrit, edhe me derisa u bë pothuajse një ortek i thashë themeve që e dominoi një pjesë të madhe të shoqërisë në atë kohë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
e dinte pafajësinë e bashkëshortes së vet. Mirë, por nëse do të vendoste në mënyrë ta quaj arbitrare të gjykonte në këtë aspekt, mbase nuk do të ishte shumë bindës. Për arsye se megjithatë çndron ajo shprehja fjalët e hallkut edhe birat e gardit nuk mbyllen asnjëherë. Dhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam u paraqit edhe u soll sikur një njeri i rëndomt, sikur të mos dinte disa gjëra të veçanta të cilat në të vërtetë i mëson prej qiellit, edhe vendosi të priste se çfarë do të shpallte Allahu fuqiplot lidhur me këtë ngjarje, e kjo krizë zgjati edhe 10 ditë. Derisa Allahu i madhruar i shpalli ajetet e surës Nur, kaptinës së dritës që flasin për këtë temë, e që pastaj u konfirmua dhe u qartësua çdo gjë. Në të vërtetë gjithë këto sprova dhe këto ngjarje mes tjerash kanë ndodhur gjithçysh me lejen e Allahut fuqiplot, po unë konsideroj se mes tjerash kanë ndodhur në mënyrë që edhe neve na krijohen rrethana, situata dhe mësime nëpërmjet cilave ne do të përfitojmë më shumë shkallësi se si të sillemi në jetën tonë dhe si të përballemi eventualisht me situata të këtij. Mësojmë se sa rrezik të madh mund të ketë një informacion i pakontrolluar. Mirë, tani do të shkputemi për pak çaste, dashur miq, kthehemi pas pak për të mirëpritur telefonatat tuaja. Vazhdojmë tutje, do të mirëpresim tani telefonatat tuaja, ndërkohë do të lexojmë mesazhe. Thotë një pyetje, nëse harrojmë një rekat ose një pjesë namazit, si duhet me vepru? Nëse kemi harruar një rekat pa e falur, për shembull drekën, në vend se ta kemi falur 4 rekate, kemi falur 3 dhe kemi dhënë selam, ai namaz nuk është i vlefshëm. Por kur flasim për harresën, atëherë pyetja shtrohet, e çedim që kena harru. Nëse na ka rënë mend më vonë ose dikush na e kujtoi sa po dham selam, për shembull një familjar që ka qenë duke na vëzhgu, duke u fal, edhe të na pyes pse dhe selam, po e përfundova namazin, po vetëm 3 i falë, nëse ai na e konfirmon një gjë të tillë, atë ngritim e falim edhe një rekat, edhe pastaj me 2 sejdë të harresës plotësohet domethënë ajo çka ka ngel. Për ndryshe, harresa e rekatit ose ndonjë pjesë e përbamëse që është rukën në namazit, e bën namazin të pavlefshëm. Pra duhet përsëritur. Pa pikëtësh. Marrim tani telefonatën e parë, alo? Lutem largohu prej televizorit. Ornoni tani. Selam aleikum, hoja. Aleikum selam. A mundesh me u largu prej televizorit? Ose me andal zërin? Po, jam largue. Ju përshëndes, bujar ty edhe hoqën e nderuam, me selam aleikum. Aleikum selam. El Mulk, Allah e thot tokën ja u kum krijuar me jetun ta, dhe thot se ajo mund të dridhet dhe të lëshoj. Por ka mundësi edhe nga qielli me bo shkatrime. E këto janë krejnë dëshkime ndaj kryenalve. Prandaj duhet të ktheni Allahut. Një koment nga hoxha i nderuar e Kremadiu. Selam aleikum. Tani më nuk dëgjohet. Sepse ishte në vazhdimsi me vështirësi kjo telefonat. E morë ato esencën e pyetjes? Realisht, më shumë tingëllonte si koment se sa si pyetje, duke qenë se i citoj disa ajetet të surës El Mulk, ku Allahu thot amintum men fis samai an yakhsifa bikumul ardha fa idha hiya tamur. Ndiheni të sigurt nga ai që është në qiell që të mos ju shafes në tokë. Kështu me radhë, po nuk e ka pa, a ke thjesht një koment që dëshiron të ta shpalos, apo pat ndonjë pyetje? Mirë, vazhdojmë me telefonatën tjetër, alo? Alo? Mirë mbroma. Mirë mbroma.
Desha me bo një pyetje hoq, desha me thonë për punë të mocë. Mas me ljonë mrena në shpe, orë gjëna, se ti si qenin nuk bën me majtë. Mocën, orë gjëna mas me majtë mrena, veç ta bërë me majtë, që ka dërtë mrena, a ka dërtë mas me majtë, orë gjëna mas me majtë mrena. E qartë. Faleminderit. Maceja lejohet me majtë mrena, por nëse ju vendosni mos me majtë mrena, nuk o gjuna, për arsye se si kur të ishte obligim me fut macën mrena, do të thonim se është gjuna, mos me i dhonë leje me i mrena, por nuk o gjuna. Pra nëse është thjesht mace o borit edhe ju vendosni që e vish në borë me rajtë, mos me u fut mrena, nuk është gjuna. Me rëndësi është macën edhe cilën do krijes, mos me e mbajtë mbyllën pa e ushqy. Nëse e mban, për shembull, edhe qenin, e mban në borë, nuk e fut mrenda në shtëpi, po e mban në borë për me ta ruajtë oborin e kështu me radhë, do të me ushqy, nuk ban me mbajt lidhën e mos me ushqy. E zëm një pyetje, thot, hoq, pse po bëhet gjithnjë e më e vështirë me mbajt familjen të bashkuar e me pas qetësi në shtëpi? Mbase ekzistojnë shumë disa faktorë për këtë punë. Faktori jashtëm, mendoj se janë trendet. Trendet po shkojnë ka ajo që familjet mos rrinë homogene dhe kompakte, ashtu që kanë qenë të kaluarën. Njerëzit kryesisht po synojnë edhe po insistojnë o shka për derë, se cili me e këshyrë punën e vetë e kështu me radhë. Një aspekt, kjo i ka gjanat pozitive për shkak se familjet e vogla, për shembull 2 prindër me 2-3 fëmijë të vegjël, më lehtë menaxhohen nëse jetojnë ndarë se sa nëse jetojnë në bashkësi. Dhe kjo absolutisht nuk është as thirrje për të shpërfill familjen e gjanë, as nuk është thirrje për të nejtë në bashkallak që thonë të na. Mirë po, ato lidhjet familjare dhe farefisnore, ato du të respektua dhe pse i respektojmë autonomit tona, se cili e jeton jetën e vetë si mas mënyrës e vetë, po familja e gjonë betet familje, farefisi, farefis, fqinësia, e kështu me radhë. Edhe në përgjithësi ekzistojnë edhe ata faktorët tjera të mbrëmshëm që menoj se ne si njerëz që jetojmë në këtë kohë, si besimtarë në veçanti, si prindër, kemi shumë përgjithësi në edukimin e fëmijëve tanë. Kemi shumë përgjithësi në, është edhe sfidë gjithsesi, në përcjelljen e një mesazhi i cili përveç që ka me qenë përmbajtësor, ka me qenë edhe ndikues te ata që ata të frymëzohen prej asaj. E qysh frymëzohen fëmijët në mënyrën më të mirë? Ata mes tjerash jo vetëm duke i dëgjuar fjalët tona, po duke na pa neve se si sillemi në rreth, se si sillemi me të afërmit tanë. Për shembull, ne edhe vëllezërit tanë, motrat tona jetojmë ndarës në shtëpi të ndryshme. Mirë po atë lidhjen e dashnisë dhe të respektet e mbajmë, e ata fëmijë pastaj do të edukohen në atë frymë, do të frymëzohen në atë frymë. Pyetja radhës sot, si të arrisim tevekulin kur sprova zgjat shumë vite? Veç mendoja se kjo nuk ka qenë sprova jote e parë, ke kalu edhe sprova tjera, edhe ja ku je. Sot je duke bo pyetje, qysh me e kalu edhe sprovën e radhës. Pra nëse i ke kalu disa sprova gjatë jetës tane, kime e kalu edhe këte. Edhe kjo të bënë më të fuqishëm edhe më të gatshëm edhe të aftë për t'ju mbështetur Allahut fuqiplot. Kalem tek telefonata e radhës, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Desha një pyetje hoxhës. Po? Pra posha ndër, e posha një grua ndër edhe kështu nuk e moj men si figurvi që posha ndër që ma mor një kime, flokët edhe me qatë kime, më boni keqë edhe më këqiti krejtë qysë më shas me thull. Edhe masani janë sa të thonë dove, aja vëqë bërtit kësi e që me ndër. Edhe ndër gjartë ne, herë trash, herë mdhajt vogël, veç dhe ishta me vetë hoxhën shka dhe me thonë kjo se dyqysh pi pramit që kum po, dyqysh edhe ditën ka nejtë menja që për. Faleminderit për telefonatën. Selam aleikum. Aleikum selam. Aleikum selam, rahmatullah. Kur gjës do me thonë, shpërfile, rri gati dhikrit, përmende Allahun, dhikrin para gjumit, dhikrin kur hyrë shpe, kur del për shpije, rri gati namazit, dhikrit mas namazit, edhe absolutisht mos u brengas. Vazhdojmë me telefonuesin tjetër, alo? Alo?
Shkëput, na vjen keq. Kujt I jepet përparësi për zekat e sadaka, familjes apo të tjerëve? Familjes. Në bamirësi, përparësi ka familja. Do të thonë familja e gjanë farafisi. Sa më I afërt jetë njeriu, I cili njëkohësisht është edhe nevojtar, atij jep përparësi para të huajit. Për arsye se është edhe ndihmes, bamirësi, është edhe mirëmbajtje e lidhjes farafisnore. Të vazhdojmë me telefonuesin, alo? Alo, noni? Alo. Po? Selam aleikum. Aleikum salam. Da të me voj pyetje hoj, kam e martu një e a bën me shkuen në hotel, në dasë tëme, me që më hullë në tavolin, që pije trakia, në tavolin pa pi raki. E birra. Në qartë. Natën e mirë, selam aleikum. Natën e mirë, aleikum salam. Ronjë? Shkon pak ma herët, ja bon për hajrë nipit tasmën, edhe ja qënë edhe një dhurat nëse ki mundësi, është shprehime që dhurata ose një zarf të vogël aty, edhe kur të fillon me u shërby alkoholi, ti jo veçëm në tavolinë aty ku jeti ullën, po si të shet që po fillon me u shërby, ti lyp izën të zotit darsmës, I thu Allah ju dhash të mira se unë po qojmë dal nga dal se nuk e kam venin në kësi ambienti me nejtë. Lezëm një mesazh, thot kur njeriu ndihet I lodhur, pa shpresë e me shumë brenga, çka na mëson feja me bo? Realisht ne, nëse mbështetemi vetëm në forcat vetanake, ne për një men jemi të pa shpresë, të pa forca, të pa fuqishëm, edhe me aftësi të kufizuar edhe të gjitha. Po në këtë rast, kur ndihemi të këtill, thjesht do të me e kujtu Allahun, të plot fuqishmin I cili na krijoi prej asgjëje. Dhe kur lindëm ishim shumë të dobët, ai na rriti, ai na dha fuqi, ai na dha dije, edhe në sprovat e ndryshme, në situatat dhe vështirësitë e ndryshme, ai na ndihmoi për të kalu ato, do të na ndihmoj të kalojmë edhe këtë situatat që nganjëherë na duken të pashpresa. Por në mend për neve janë të pashpresa, por për Allahun s'ka gjë të pamundër. Padyshim. Vazhdojmë me një tjetër pyetje. Pse sot po e kemi kaq vështirë mi ia fal dikujt një gabim, edhe kur e dim që falja është vlerë? Nuk është vetë sot vështirë të falësh, gjithmonë ka qenë vështirë, po për atë arsye gjithmonë ka qenë vlerë edhe gjithmonë ka qenë burrni. Kështu që një gjatë duhet të kuptu edhe mbajtë në mend. Një gjatë cilën e dim për të mirë edhe si vlerë, sa më e vështirë që tjetë me apliku, dije që edhe shpërblimin e ka më të madh. Për faljen e Allahut kemi nevojë të gjithë pa përjashtim, dhe kur na vjen neve mundësia të falim dikën, dije se Allah I madhruar pastaj me më përparësi do të na fal neve. Një pyetje tjetër thot, unë mendoj që nganjëherë merremi shumë me hollësitë e fesë, e po na ikin gjërat më të rëndësishme. Në fakt që ka koment. Po, koment me të cilin pajtohem. Nganjëherë merremi me hollësi, edhe na ikin gjërat e rëndësishme. Merremi me fasada e na ik ndërtesa. Është e vërtet, nëse ndodh kjo, atëherë duhet t'i kthemi atij parimit të renditjes së prioriteteve, qofshin edhe gjërat fesë sipas peshës që kanë. Lezëm pyetjen e radhës, thot a duhet me përsërit abdesin sa herë që kemi dyshim? Dyshimi mund të jetë I niveleve të ndryshme. Nëse është thjesht dyshim, ndërsa ti bindja është më e fuqishme, atëherë s'kem nevojë me përsërit abdesin. A nëse dyshimi është dominues, ndërsa bindja është e zbet, atëherë më mirë është me përsërit. Lezëm edhe një mesazh për fund. A e prish namazin përdorimi I telefonit ose përgjigjja në telefon? Po qysh se prish namazin. Nëse je në namaz dhe I thu dikujt, alo, më falë se jam duke u falë, ke prish. Vazhdo falja ati, mësa në I lidhë apet në namaz. Faleminderit shumë. Faleminderit të ti vërë. Dashur miq, kaq për sonte, mirëmbëjtje.